themu ty për shembull që ka një televizion që e ka birësue Saljanin, pronari e ka birësue, sa i birësohet, i cili jep në 4 orë IVA, në 4 orë 16 lajme për Saljanin. Dhe i merë që të gjitha, se gazetarë shumë të mirë aty kanë atë televizor, i merë që të gjitha nga Zyra e Ramës dhe kujdeset vetë se ka shpresë se do rregullojnë nëpërmjet Saljanit marrëdhëniet me Ramën, dhe kujdeset vetë, por në fakt, përveç se në studiot në ndikimin e mafjes së fjalës lirë të Edi Ramës dhe puthadorëve të tij, problem të siguroj unë që nuk ka një debat të pashtëshëm brenda Partisë Demokratike. Jo, këta nuk kanë lidhje. Po ky televizion vën etiketa X-i, nën kryetari ky e nën kryetari pa patur kur funksione, shpif duke dëshmuar se janë një mafje e pa skrupullt, mafje e turpshme, në duart që të bëjnë gjithçka të shërbejnë qeverisë në mënyrë që të mund të marrin sa favore. Po këto janë të pashpresë. Nuk kanë. Saljani nuk është më prej kosh pjesë e Partisë Demokratike, është i vetë përjashtuar për shkak të lidhjeve që vendosi me krimin, me Suel Çelen, Ergys Agasin, Oltjon Bistrin, e tjerë. Nuk Partia Demokratike është ndarë në mënyrë përfundimtare me Edi Ramën dhe rreth në tij kriminal. S'kemi lidhje me ta.